Të thënë, një nga urina është pasqyre asaj që ka ndodhur në traktin urinar, në veshk dhe në fshikëzën e urinës, dhe është një analizë e thjeshtë, e cila shpesh bëhet në të gjitha institucionet, dhe pacienta shpesh edhe vetë shkojnë për laboratorë e bëjnë, dhe në momentin që shohin në sedimente të urinës disa bakterje ose mjaft bakterje ose shohin leukocite dhe krijohet një imazh se ka infekcion. Sigurisht që një infekcion urinar shoqërohet me shumë leukocite në urinë, në sedimentin e urinës, shoqërohet me bakterje, por jo gjithherë duhet shkuar përdor antibiotik. Në rast se simptomet janë të lehta, normal mund të vazhdohet me çajra, qoftë çaj borovnicës ose brusnicës, qoftë me çaj uvea ursi ose me çaj uvin, por edhe të gjitha çajrat kanë ndihmojnë në shërimin e simptomeve të dyshuara nga infeksionet urinare. Megjithatë, diagnoza vërtete në infekcioni urinar bëhet atëherë kur e bëjmë analizën e urin kulturës, kur e kuptojmë qartë se kush është shkaktar i simptomeve. Pasi që thamë se simptomet mund të jenë shkaktuar edhe nga moti i ftoftë edhe nga faktorët të tjerë, nga smundjet të tjera përreth fshikëzës të urinës, ose nga fshikëza e urinës e cila nganjëherë është overaktive, është një fshikëzë nervoze, si themi, e është madje te gjenia femërore bukur e shpeshtë. Nëse urinkultura ka treguar se kemi infekcion, e ne them se shkaktarët më të shpeshtë të infeksionit është Escherichia coli, por ka edhe baktere tjera, Enterococcus, Staphylococcus, për shembull një baktere e lëkurës, e cila nga mos higjiena apo edhe nga arsye të tjera, rrëmja e imunitetit mund të me shkaktu infekcion, e shumë rrallë infeksionet me baktere të cilat janë shumë rezistente, siç është pseudomonasi. Në momentin që kemi konstatuar një infekcion urinar, atëherë duhet trajtuar, duhet marrë antibiotikun, varësisht sa është infeksioni në fshikës të urinës, dikon 3 deri në 7 ditë, apo është infeksioni në veshk, i cili është infekcion që duhet trajtuar së paku 10 ditë deri në 2 javë.